Përshëndetje zoti Shuperka, faleminderit që pranuan ftesën. Faleminderit ju. Atëherë në një kohë kur çmimi i cigareve është duke u rritur çdo vit, për shkak të akcizës, Shqipëria duket se nuk heq dot dorë nga duhani, përkundrazi konsumi mbetet shumë i lartë. A ka dështuar politika akcizës në opinionin tuaj? Përfundimisht do thoshim që edhe pse kemi bërë hapa shumë para në drejtim të përgatitjes së një legjislacioni që është pothuajse i njëjtë në gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet më të zhvilluara, konsumi i duanit në Shqipëri ngelet ende i lartë. Dhe Shqipëria bën pjesë në vendet me pirje të lartë të duanit. Jemi 38.8% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç që konsumojnë duanë, kur vendet e Bashkimit Evropian janë 24% dhe njëkohësisht vende si Britania e Madhe, si Zelanda e Re, si Suedia është në shifrat nën 5% dhe nuk ka produkte të tjekshme që pi një numër i vogël i konsumatorëve duanit. Dhe pse kemi, edhe pse akcizat rriten në mënyrë konstante të vazhdueshme, rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që akcizat duhet të zenë taksat e duanit, duhet të zenë 2/3 dhe në 3/4 e çmimit të taksës. 2/3 Shqipëria i ka kaluar, pra akcizat edhe taksat e duanit zenë më shumë se 2/3 në një paket cigare. Pra në rast se ti një paket cigare që e ble në dyqan sot, po flas me lek të vjetra, e ble 3.000 lek të vjetra, 2.000 janë taksa dhe vetëm 1.000 është produkti i duanit që konsumatori ble. Në këtë pikë, këtu në 50% nga kjo, vetëm 500 lek 50 cent, marrin kompanitë të duanit që prodhojnë duanë, ndërsa 50 cent e tjera janë që nga fermerët, që nga kultivimi, që nga tregtimi dhe amballazhimi dhe gjitha. Pra në këtë drejtim taksat e duanit janë të larta. Në proporcion të rregullt me çka rekomandon Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ka disa shtete, siç vendet nordike dhe vendet të zhvilluara, Franca dhe tjera, që i kanë çmimet edhe cigareve i kanë të larta. Edhe Britania e Madhe nga 10 dhe më shumë euro, 15 euro, vetëm në Francë. Por, duke llogaritur atë çka merr konsumatori shqiptar, këto në përqindjen e rrogës zën 25% të pagës ditore që merr një punësuar me rrogën 500.000 lek të vjetra. Ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian, këto vjen nga 9% deri në 12% që zën nga paga ditore. Pra, duke krahasuar me pagën që kemi, duke krahasuar edhe njëkohësisht me atë çka marrin vendet e Bashkimit Evropian, tek ne konsumi i duanit zën një peshë të madhe në pagën ditore për ata që po flasin që janë me të ardhurat të mesme. Si shpjegohet që në vend që të ulet, duanpirja duket se po transformohet në forma të reja, siç është snusi për shembull? Është e vërtet që në shumë vende të ndryshme dhe vende të zhvilluara dhe moshat e reja po përdorin produkte të reja të nikotinës. Nikotina, arsyeja që po e përdorin, këto janë produkte 95% më pak të dëmshme se duani me djegje. Mendoni që një cigarë në momentet e thithjes nga duanpirësi, në momentin që thithet,
djegja në majtë të cigares shkon nga 950 gradë deri në 1000 gradë Celsius. Pra mendoni këtë temperaturë të lartë që shpërbehen çdo gjë. Shpërbehen të gjitha substancat e dëmshme që ndodhen në produktin e cigares dhe njëkohësisht djegja është ajo që shkakton sëmundshmërinë, kanceret e ndryshme dhe vdekshmëri nga sëmundjet që shkakton pirja e duhanit. Mendoni që 40 substanca janë me origjinë kancerogjene në shpërberjen në momentin e djegjes së cigarit. Këtu po bëj një diferencim nga duani me djegje dhe produktet e reja të nikotinës. Ku në produktet e reja të nikotinës hynë produktet me ngroje, vejpet, qemçakizi, snusi ose zymi që ka dalë tani që është aprovuar dhe po shitet në masë në Britaninë e Madhe, në vendet edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në vendet të tjera, njëkohësisht edhe produktet e tjera siç janë domethënë këto që vape, cigare elektronike në mishrat e dhëmbëve dhe në buzën e sipërme, që quhen snusi. Dhe në këtë drejtim shumë shtete kanë përqafuar këto lloj produktesh. Pse? Sepse janë produkte më pak të dëmshme, në qoftë se këto produkte kanë vetëm nikotinë, produkti me djegje me tym ka nikotinë, katran dhe monoksid karboni. Mendoni, katrani me monoksidin e karbonit në temperaturën e lartë digjet dhe shkarkojnë ato sëmundshmëri dhe kanceret e mushkrive. Në 10 të sëmurë me kancer të mushkrive, 9 janë duanpirës me djegje. Kjo ka qenë arsye që shkencëtarët kanë evoluar në këtë drejtim. Mbasi nikotina është ai element që e bën duanpirë si konsumatorin që të jetë i varur nga nikotina. Se nikotina realisht është varësi. Por nikotina nuk shkakton sëmundshmëri dhe vdekshmëri. Në këtë drejtim të gjithë po përqafojnë këto produkte si më pak të dëmshme. Por ajo që është për të theksuar është se këto produkte po përdoren shumë për të ndihmuar dhe në lënien e duanit. Dhe këtu jemi para një alternative. Në rast se do konsumojmë duan me djegje, mendojmë që është një konsumator duani në moshën 50 vjeç. Që të lësh duanin nuk është e lehtë. Dhe nga eksperienca ime më shumë se 25 vjeçare, kemi patur të gjitha statistikat dhe të dhënat që nuk e kanë dhënë duanpirësit me dëshirën dhe me vullnetin e tyre. Është shumë e vështirë. Dhe në rast se një duanpirës në këtë moshë do hyjë në një proces që mendon me vullnet të lëri duanin, duhet ta provoj së paku. Mund ta kaloj dhe me herë parë dhe me të dytë. Po deri në 7 herë që ta provosh lënë duanit 7 herë, ikën 7 vite. Dhe dëmi që shkakton duani me djegje do vazhdojnë do ta. Në këto rrethana, këto lloj produktesh përdoren dhe rekomandohen vetëm për duanpirësit që nuk arrin dot të lënë duanin. Del edhe një alternativë tjetër dhe të kushtohet. Pse të përdorim këto? Që të përdorin se edhe këto janë të dëmshme, këto lloj produkte janë 5% të dëmshme. Por më mirë që ta ndërpresim. Nuk ka patur efekt në nivel botëror dhe në nivel shqipërisë. Duanin e kanë lënë vetëm ata kur kanë qenë të detyruar nga sëmundje të ndryshme që janë detyruar që t'i largojnë duanin. Të tjerët i ka lënë duani ata. Pra duani ka shkaktuar sëmundshmëri te këta persona. Këto rekomandohen vetëm
në personat mbi moshën 18 vjeç. Nuk vetë janë në moshën 18 vjeç që përdoren produktet e nikotinës. Nikotina është përdorur për mijëra vjet në nivel globi dhe do vazhdoj të përdoren. Atëherë në këto rrethana rekomandohen për personat që nuk arrin dot të lënë duanin të kalojnë në këtë produkt më pak të dëmshëm. Unë po ju tregoj, po ju referoj shifrave të fundit të Britanisë së Madhe. Në Britaninë e Madhe, 10.3% konsumojnë produktet e nikotinës, produktet me ngroje, vejpet dhe këto sluset edhe zynin. Ndërsa pjesa tjetër përdor duan të bjesh. Pra në 10.3 milion që janë duanpirës në Britaninë e Madhe, 5.3 milion përdorin produktet e reja nikotinës, produkte me nikotinë, dhe pjesa tjetër 4.9 milion konsumojnë duan e djegën. Pra dhe politikat dhe tendencat e Britanisë së Madhe po shkojnë drejt asaj që të kalojnë tek duani, tek këto produkte e nikotinës që janë më pak të dëmshme. Në vitin 2024 për 2025, Britania e Madhe shpërndau 1 milion konsumator duani, shpërndau produktet e nikotinës falas, duke bërë kontrat në qendër shëndetësore, duanpirësit, që nuk do të pinin duan me djegje. Dhe falas për një vitrisht, qeveria britanike i shpërndau këto lloj produkte që i merrin çdo javë ose çdo javë, merrin pranë qendrës shëndetësore ku ishin, që kishin bërë kontratën, dhe merrin produktin e nikotinës falas. Dhe kjo dha rezultatin e vetë, që për një periudhë 6 mujore, personat që po përdornin këto lloj produkte arritën që t'i shmangen pirjes së duanit. Pra, qeveria britanike nuk është në rregull që do të shpenzoj duke shpërndar produkte nikotine falas për 1 milion veta në ditë, 1 milion persona duanpirës, por e bëri sepse avantazhi që t'i japin këto lloj produktesh e ke në shëndet. Do kesh më pak sëmundshmëri, do kesh më pak kancere të mushkërive, do kesh më pak sëmundje kardiovaskulare dhe fiton edhe qytetari konsumatori shëndet dhe shteti fiton të ardhur nëpërmjet uljes së kostos së spitalore dhe ditë qëndrimit nëpër spitale dhe nëpërmjet kancerit mushkërimit. Çfarë ka treguar shembulli i Suedisë? Në rast se Bashkimi Evropian ka planifikuar që të shpallet pa duhan, e ka programuar objektivin në 2040. Në 2030 e ka shpallur Britania e Madhe, që po bën natë para dhe po ecën, ndërsa Suedia kaloi në 5.3%. Pra niveli i uljes së konsumit të produkteve me djegje e shullur në një nivel të tillë të admirueshëm. Pra në Suedia përdor snusin, edhe pse Bashkimi Evropian i tregoi që nuk duhen lejuar që të përdorni këto lloj produktesh, shkencëtarët suedez, shëndeti publik suedez, qeveria suedeze, me gjithë parlamentarët suedez, vendosën këtë linjë dhe janë në këtë gjendje. Sëmundjet kardiovaskulare janë 41% më pak se sëmundjet kardiovaskulare në Bashkimin Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian, 26 shtete. Dhe njëkohësisht sëmundjet e kancerit mushkërive janë përgjysmuar. Pra, janë këto avantazhe që këto shtete kanë përqafuar. Të njëjtën gjë bëri Zelanda e Re. Zelanda e Re
fillimisht përdori politika agresive ndaj këtyre produkteve dhe veproi me ndalim të menjëhershëm që këto produkte mos të tregtoheshin. Dhe vendosi ligji. Por pa që është kontrabanda dhe tregtia e palishme nuk mund t'i shmangte përdorimin e këtyre produkteve. Atëherë duke pasur që tregtia e palishme, kontrabanda dhe konsumatorët kërkonin këto lloj produktesh, atëherë kaloi në anën e kundërt dhe ndjek shembullin e Suedis, strategjinë suedeze, që ka ullur nivelin e duantirës në 7,8%, pra është në vendet lider. Kështu janë dhe vendet tjera. Në vendin tonë, edhe pse jemi në vendi zhvilluar që ne e përqafojmë terren, do të thënë në Shqipëri, do të thënë kanë hyrë makinat elektrike, sepse janë më pak ndonë se të ambientit. Makinat elektrike. Zoti Shuperka, po tani snusi përshqitet pranë shkollave. Kusht shteti, a kemi mungesë kontrolli apo tolerancë shëllimshme? Për sa i përket problemit të ndalimit të pirjes së duanit në moshën 18 vjeç dhe përdorimin e alkoolit që kemi. Këto lloj produktesh janë absolutisht të ndaluara me ligj dhe me gjithçka që këto produkte nuk duhet të tregtohen. Institucionet e varësisë, siç janë inspektoratet, duhet të jenë më konkret, më rezultativ, më të vendosur për të marrë masa për zbatimin e këtij ligji. Dhe pse para një viti, pothuajse, 2 deputet të Parlamentit Shqiptar, Braçe dhe një deputet të tjetër, e forcuan këtë ligj, e forcuan këtë nen për ndalimin e konsumit të produkte të duanit. Por, vallë, a e mori vesh kush nga shitcat ambulant, nga inspektoratet që vendosin një ligj i tillë dhe hajde ta zbatojmë, që ishte forcuar ligji, neni, jo, në mënyrë absolute, u votuar në parlament, u bërë në parlament, dhe nuk pati një fushat të madhe sensibilizuese nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Arsimit, që këto ligje dhe këto janë më ndëshkuese për ata që thyejnë ligjit, me qëllim që të bëj një promovim i këtyre neneve. Pra, nuk mund të kesh sukses pa një promovim të shëndetit. Nuk mund të kesh sukses pa informuar të gjithë publikun e gjerë, të gjithë nxënësit, studentët, mësuesët, familjarët dhe gjithçka. Pra, atëre, nëpërmjet kësaj u ndola edukimi shëndetësor. Ne kemi mungesë për edukimin shëndetësor. Nuk mund të kemi sukses. Edhe në uljen e konsumit duanit, pa një edukim shëndetësor duke filluar që nga shkolla, te prindrit dhe të mësuesit. Problemi është, shumë shtete kanë patur rezultate që është ulur konsumi duanit, vetëm duke filluar një edukim shëndetësor që në kopshte. Këtu tek ne nuk po ndodh. Kemi një armatë të madhe të promocionit të shëndetit në të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe në Tiranë. Janë shumë persone që punojnë. Nuk po shohim që të bëhen fushata masive, ndërgjegjësuese, sensibilizuese që këto produkte janë të dëmshme për grupmoshën 9-18 vjeç. Dhe tjetër është, në rast se Shqipëria nuk është ende në vendet, edhe pse përqafojmë terren, në vendet që të zhvilluara që të konsumojnë këto produkte të reja të duanit, të nikotinës, ne jemi në shifra jo të plota dhe jo të sakta si që janë me vendet e tjera. Në rast se po flasim që në Britaninë e Madhe më shumë persona që konsumojnë duan janë
janë personat, do të thënë më shumë se sa personat që konsumojnë duan me djegje, e njëjta gjë në Japoni, e njëjta gjë në Milano, e njëjta gjë në vende të tjera. Ka zhvillim të madh. Më shumë se 12% e personave që konsumojnë duan në nivel botëror kanë kaluar nga produkti i duanit me djegje në produktet e duanit me të nikotinës, produktet e reja të nikotinës, që merr nikotinën që ke nevojë, që më vjen të domosdoshme, dhe ti e merr dhe pa krijuar probleme në shëndet. Tani, kur themi që janë më pak të dëmshme, nuk është një periudhë 2 vjeçare, nuk është një periudhë 30 vjeçare, por është një periudhë 10 vjeçare që me ritme të shpejta po dalin në këto produkte. Një shkencëtar i madh zbuloi dhe deklaroi që ne pim duan nga nikotina, por vdesim nga katrani dhe monoksidi i karbonit. Pra, në këtë drejtim, ka keq informacion, ka keq informim për produktet e reja të duanit. Ka ardhur koha që t'i jepet një pasqyre saktë edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Këto reduktojnë demin, siç do më thënë edhe në përdorimin e barnave. Sëmundjet edhe në sistemin shëndetësor nuk shërohen sëmundjet kronike nëpërmjet barnave, por reduktojnë demin. Atëherë dhe me këto lloj produkte duhet përdorur për të reduktuar demin tek Zoti Shuperka, ju e that pak më parë që është shumë e vështirë, thuajse e pamundur që të lihet duhani, po megjithatë keni një këshill për të rinj që duan të lëjnë duhanin, nga duhet ta fillojnë? Në disa sondazhe që kemi bërë, shohim që të rinjt po konsumojnë duan me djegje. Është e vërtet që përdoreshin dhe këto vepet, por po të shihni ju në syrin e gazetarit, po të shihni që pranë shkollave të mesme në veçare, sa dalin në pushim, mblidhen grupe dhe konsumojnë edhe duan me djegje. Bashkëpunimi midis mësuesit kujdestar, prindit, është shumë i rëndësishëm për të ndihmuar duan të rinjt që t'i largojnë pirjes së duanit. Në rast se ju do të pyesni një mësues kujdestar dhe ti bëni një pyetje sa persona, sa nxënësa në klasën tuaj pin duan, edhe jashtë, në ambient të jashtëm në kafe, ja 1 minutë. Edhe opa mendon në këtë bank, dhe t'jep një shifër alarmante të konsumit të duanit nga moshat të reja. Dhe prindrit, ka shumë prindër që ikin që në mëngjes edhe vinë në mbrëmje në shtëpi. Nuk kanë kohë as për të marrë me këtë. Nuk po flasim për ata prindër që kanë edhe edukimin dhe kulturën e tjetër që të tregojnë shumë udhëmendshëm te fëmijët e tyre. Në këtë drejtim është shumë e nevojshme. Është shumë e nevojshme dhe që edukimi në shkolla të jetë në këtë drejtim. Ka stomatolog, ka mjek shkollash. Për 2 shkolla është një mjek që punon. Është infermieri, është psikologu. Të gjitha janë një armatë e madhe që nuk e shfrytëzojnë kohën dhe nuk ndihmojnë në këtë punë. Nuk është, domethënë, shkon një stomatolog, hap atë gabinën, përshëndet drejtorin, drejtoreshën dhe ikën në biznesin e vet. Këtu ka ardhur koha të bëjmë këtë punë, edukim shëndetësor. Por isim një brez që nesër do të jetë duan pirës. Dhe ajo çka është për të theksuar, ne japim keq informacione, që nga personeli shëndetësor, që nga të gjithë të tjerë, dhe japim shembullin ton. Në qoftë se të pyet dikush do të thonë që çfarë mendon ti farmaciste, stomatolog, doktor, si mendon të pi këto produktet e nikotinës që thonë janë më pak të dëmshme, apo të pi produkt me djegje, se cili t'i jep përgjigjen atë që përdor vetë ose konsumon vetë. Të gjithë janë të lirë, të gjithë kanë të drejtë të hyjnë chat GTP dhe të pyesin, a janë këto produkte më pak të dëmshme?
a duhen përdorë, a si duhen përdorë. Duhet të bërë një evolucion, një revolucion në këtë drejtim. Duhen përdorë këto lloj produktesh për të reduktuar dëmet që shkakton pirja e duanit të shëndetit. Thirrja ime është kjo. Prindër, kujdeseni, kontrolloni në mënyrë demokratike stilin e jetesës së fëmijëve tuaj. Mos u bëni të dhunshëm, mos u bëni të shumë pushtetshëm, pse po pi duan dhe me të përtitur. Jo, kjo duhet një bashkëbizetim. Faleminderit. Duhet të bashkëbizetoj. Njëkohësisht prindrit që janë duanpirës do të mendojnë jo vetëm për qefin e tyre, po duhet të kenë kujdes apo lënë trashëgimni për pirjen e duanit tek fëmijët e vet, për të gjithë personat që kërkojnë të lënë duanin. Është vështirë, kërkohet vullnet. Vetëm me vullnet nuk arrihet. Rezultatet janë 4 deri në 7%. Pra 100 veta që hyjnë në procesin për të lënë duanin me vullnet, 4 deri në 7% mund të kenë sukses. Dhe kjo ka qenë arsye që nuk ka patur do vend sukses. Përdoret edhe kohët e fundit edhe në Itali, përdoret një produkt polak recigar që për të ndihmuar në lënien e duanit, por nuk janë lënie të thjeshta. Ajo është një fjalë që këtë produkte e financon shteti italian, njëkohësisht janë të përbashkët me psikolog, me mjek, me qëllim që të japin mundësinë ty që të japin akses dhe njohuri dhe mbështetje për të suportuar juve në lënien e duanit. Shumë faleminderit. Ju faleminderit ju. Kalofsh bukur ditën mbar. Mirupafshim.